Thonë që në televizion nuk duhet të tregosh anën personale, po unë kam vendosur ta tregoj sot. Kam ardhur në shtëpinë e një prej njerëzve më të rëndësishëm të karrierës time televizive, një nga njerëzit që më ka dhënë dorën e para. Jam shumë i lumtur që do të jemi sot në një bisedë me Olta Dulakun. Për çfarë do të flasim ne? Do të flasim për festat dhe për këtë shtëpinë që për mua është magjia e festave. Na ndiqni. Olta! Po! A ka njeri në këtë shtëpi, a s'ka njeri në këtë shtëpi? Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Jam kështu akoma duke rregulluar, edhe kështu e di që ti pistillosur, ti vdes të rregullosh, edhe të shtosh këto gjërat e bukura për Krishtlindjen. Hajdeni, mirë se erdhët, mirë se erdhët. Mirë se të gjetëm. Qin. Më në fund bashkë në një intervistë televizive, se asnjëherë nuk kemi bërë kështu intervista me kamera. Gjithkohën kemi qenë off record. Si të gjejmë jemi festa? Shumë të miq të ngushtë, jemi shok shumë të mirë. Edhe unë jam shumë i lumtur sa herë vi këtu tek ti për të shpenzuar kohë bashk, edhe për të thurë plane bashk. Për të bërë zullume, çike këto shpenzuar, për të bërë zullume me të dy. E pra po flas shumë me gjuhë televizionin. Edhe unë do dua shumë këtë. Si na gjejmë festat? Të kuq. Kjo, unë mendoj që kjo është shtëpia më përfaqësuese e festave në gjithë botën, paktën nga ato që kam parë unë. Jo, mos ma bëj shumë qefin. Po, në Shqipëri po e po. Ti do shumë festat, i gëzon, jeton. Po kush nuk i do festat? Po ka njerëz që nuk i duan edhe nuk jetojnë kaq shumë atmosferën. Okej, mund të ketë njerëz që japin kështu nota pesimizmi, po ndërkohë pra brenda themun do jenë çdo kush i do festat. Kanë një çik shumë melankoli brënda, po, jo, unë i dua. Dhe, tani më janë rritur dhe fëmijët, edhe më shumë i bëj për vete se sa i gëzoj unë, se sa kalamajt. Edhe i vogli, që është 11 vjeç, kështu. Ti bën vetë të gjitha planet për dekorin, për festat që organizon këtu brënda. Je një nga njerëzit që i do më shumë festat në këtë qytet. Të gëzojnë festat në çdo periudhë të vitit, Olta? Më gëzojnë dhe ndërkohë, jo, mua më vjen keq se me aq shumë sa më gëzojnë, kam pasur këtë periudhën si pauzë, kam bërë vetëm festa private, po jo nga këto të mëdhaja që e di ti të produksioneve. Festat e produksioneve. Edhe po shpresojnë të arimarin. Të gjitha këto gjërat i ke zgjedhur vetë? Po. Janë të mbledhura në përkshu, në për cepa të ndryshme, jo vetëm të Shqipërisë, po edhe të botës. Jo, po, dhe jashtë. Shumicën, okej, e kam këtu, sepse kam edhe një shoqen time që i sjell manjolën. Shoqen tonë. Po, shoqen tonë. Sa i kam marrë jashtë edhe të tjerat. Po, ndërkohë, më duket në qikë si rëmuj tani, edhe mami më vërtet, Olta e ke ngarkuar. Po se ngarkove, po se ngarkove nuk e jeton dot vitin e ri. Për këtë periudhë të vitit, kur do ta ngarkosh. Edhe iq, jashtu, i sajoj vetë, i gjej vetë, cepat. Ka dhurata po shpemës gjithmonë? Ka, unë çdo vit përpiqem që dhuratat të mos ketë vetëm për shpemës. Nuk mos ketë vetëm për fest, po nuk më bërë njëri dhurata kështu kohët. Pisha ka. Po ka. Okej, tani thash, nuk besohet nuk është më një ide entuziazëm në Santa Claus, kështu që nuk është se unë i gënjej më kalamajt. Kështu që thjesht realizojmë dëshirat që kanë. Është bukur gjithmonë të ndërrosh kështu, se prallë është ajo. Të mbledh për shtëpia vetëm në dhjetor, apo ti e do shtëpinë gjithë vitin? Jeti njëri që gatuan, që kujdesesh për tavolinën e shtëpisë, çfarë ndodh? Tani ti që më pyet, ti e di shumë mirë për gjën time. Po mirë, pra, po unë duhet të bëj sikur nuk e di. Po që duhet t'ja tregoj, nuk do të më të mbledh vetëm dhjetorin në shtëpi. Okej. Kur nuk të mbledh shtëpia? Jo, mua shtëpia, unë shtëpinë e jetoj. Domethënë unë shtëpia është në funksionin tim, jo unë në funksion të shtëpisë. Domethënë, unë nuk dua të jem kështu e paprekshme, gjëja të jetë e jetueshme. Kështu që edhe kohët e fundit, sidomos pandemi, çdo gjë këtu, më pëlqen e shijoj. Edhe, okej,
dal, po ndërkohë Këtu i mbledh njerëzit që do, këtu. jenë në rahatin unë tënd. gati atëherë bëja dhe mbledhjet e punës. Po, Kështu që jo gati. Jo gati. Jo, Ne gati këtu i gjithmonë. bënim mbledhjet e punës, gjithmonë. Rrallë herë përdore edhe zyra, përgjithsisht pas spektaklit. Po. Eksakt. Dita Më e pëlqen. mëpasme. Tani, çfarë do ndodhi me spektaklet? Do kthehet Olda Dulaku në Çfarë do produksione ndodhi me sërish? spektaklet? Nëse jo me spektaklet, ndonjë music, ato gjërat që ti i bëre e para edhe që pastaj u zhduke dhe s'u bën më pas si Jo, ti u zhduke. S'u bën, i kam bërë unë, vetëm ja. Po, do rikthehem edhe me musical, edhe me spektakle. Kryesisht tani tashmë shkojnë këto realitit, kështu që në 2020... Kemi në një plan konkret? Po, Okej. po, Pas, kemi plane gjëra shumë të konkrete. bukura, që kap periudhën edhe pranver-ver, do me thënë. Çfarë shikon ti sot në televizion? Edhe çfarë të mërzit edhe të kënaq nga televizioni? Ka në gjë Më që... mërzisin antivlerat, do me thënë po ngrihet shumë shikueshmëria në bazë të klikimeve, në bazë të rrjeteve sociale, që gjë okej, çfarë shet është gjithmonë okej, duke menduar biznesin, po ndërkohë më mungon gjëja artistike, më mungon muzika e mirë, okej, përpiqen deri diku, po ka qenë si më e spikatur më përpara. Tani, kush pushet më shumë, më vjen keq, po Po nga ana tjetër, nga ana tjetër. ti nuk e në plan. Ti nuk e në plan të rrish edhe thjesht ta shikosh të gjën që nuk funksionon, po ke në plan të bësh diçka. Kam në plan, për prandaj të ndryshuar. Artistikisht, për shembull, shfrytëzohet teatri operas, teatri nacional, që bëhet musical, kam në plan. Ndërsa televizive janë këto, thashë theme, gjërat, programet rozë, Që do t'i bëjmë. Që do t'i bëjmë. Po ndërkohë, kjo është. Kjo është. Edhe e mira dhe e keq. Cila është lutja jote në këtë fund vit për Bebagjyshin? Ka një lutje që Olta e drejton gjithmonë, ose që ta drejtoj këtë vit Po jo veçanërisht? gjithmonë, këtë vit veçanërisht të vit, po edhe gjithmonë. Shëndet fëmijëve të mi në radhë të parë, edhe të kenë qetësi, larg njerëzve të këqij, larg negativitetit, të përfitojnë sa më shumë pozitivitet, gjëra të mira të japin mirësi, edhe kjo, po shëndeti mbi të gjitha se s'ka si shëndeti. S'ka si shëndeti, edhe kur kemi shëndetin mirë, kemi plot arsye për të bërë gëzuar. Jo, e pim edhe kështu pa problem. Kështu që gëzuar, Po kënaqa shumë me edhe- ty në këto minuta televizive, do kënaqem më shumë edhe pas këtyre minutave. Edhe, nuk di, suksese, ti je një mrekullueshëm Të i dua mirë, Love you. nuk kam fjalë për ty. Ju duam. Love you! Të mbarojmë që të zhvishemi, të rihatohemi. Ciao. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly